Presidenti Donald Trump u pozicionua publikisht në zgjedhjet për kryetarin e bashkisë së New York City, duke u bërë thirrje qytetarëve që të votojnë për Andre Cuomo. Pavarësisht nëse ju pëlqen apo jo Andre Cuomo, nuk ka një zgjidhje tjetër. Duhet ta votoni dhe të shpresoni se do të bëjë një punë të mirë. Cuomo është i aftë për këtë punë, Mamdani jo, deklaroi Trump. Cuomo, një kandidat i pavarur dhe ish guvernator demokrat i New Yorkut, reagoi me kujdes ndaj deklaratës së presidentit. Trump nuk po më mbështet mua, u shpreh ai duke interpretuar qëndrimin e Trumpit si një përpjekje për të penguar kandidatin e Progresit me origjinë muslimane. Ai po kundërshton Zohran Mamdani. Ndërkohë, Trump ka theksuar se më herët do të ishte i rezervuar në dërgimin e fondeve federale ndaj qytetit të lindjes së tij. Nëse në krye të bashkisë do të vinte një figurë e majt, do të jetë vështirë për mua si president të jap shumë para New York, sepse nëse ke një komunist që drejton qytetin, thjesht i shpërdoron ato, tha ai me tone të ashpra. Vetëm këtë vit fiskal New Yorku ka përfituar 7.4 miliardë dollar euro nga buxheti federal, megjithëse administrata Trump është përpjekur shpesh të reduktojë fondet për zonat e drejtuara nga demokratët. Sipas sondazheve të fundit, Zohran Mamdani, i cili fitoi zgjedhjet paraprake demokrate, kryeson aktualisht ndaj rivalit të tij kryesor Andre Cuomo, me gjithë ndërhyrjen e pazakontë të presidentit në fushatën vendore.